Ligji i ri për bashkëpunësinë në banesat kolektive është mirëpritur nga qytetarët e Vlorës, të cilët pranojnë se jo të gjithë qytetarët janë të ndërgjegjësuar për rregullat e bashkëjetesës në komunitet. Për Blu Televizion, ata shprehen se janë të paktë ata që respektojnë rregullat e menaxhimit të një prone të përbashkët, siç janë shkallët e pallatit apo hapësirat rreth banesave të tyre. Sa të interesuar, pak apo shumë me 10%. Jam pallat. Përzierë jemi. Pallat. Se kam dovete të jetë kartën me pension. E respektojnë të keqen, ata se respektojnë. Nësi të gjithë nuk janë të një shtëpi, të një familje, që të bëjnë ashtu siç bëjnë gjithë. Pallat, zero. Zero, zero. As klerat pastrojmë, as shkallët pastrojmë. Pallat. Godi për të tjerë. Unë flas për veten time, respektoj të gjitha. Dhe të pagojmë. Po ne si familje për shembull atje i pagojmë të gjitha detyrimet të fshat. Jo, po jo, asnjë. Pallati im derisa merr internetet, të gjitha që i merr je i detyruar të paguash detyrimet. Paguaj të keqen nëna se jam pensioniste. Edhe unë dhe burri. Të sëmur jemi të dy, pensioni është për hipër. Në zero. Te pallati jonë që jam unë njerë, për mua është zero vare, nuk ka interesim fare. Për asë një gjë, as për pastrim, as për ashensor, nuk kujdeset njëri fare. Pallat. Ata që i zbatojnë, ata që i zbatojnë, edhe dhe nojnë i zbatojnë. Unë i zbatoj, rregull, të gjitha ato dritë e ujë i paguaj, muaj për muaj. Edhe pse ata ende nuk e njohin ligjin e ri, mbështesin ligjin që jep administratorit të pallatit të drejta ligjore për të vepruar ndaj banorëve që nuk respektojnë detyrimet e të jetuarit në pronën e përbashkët. Dihet që duhet të ketë një kujdesar, po varet si. Patjetër për të mirën dakord janë gjithë nuk. Ata administratorë që kemi ne, do të thonë janë sa për emër. Nëse do kemë të drejta ligjore, tamam do të jenë një kujdesarie e shtuar. Sa kanë vjerë në ligj, dakord janë. Ne kemi pallate të vjetra dhe ne po na bie pallati na bulierët. Po s'hoqën bulierët s'bëhet gjë. Unë jam shumë dakord. Pa administrator s'kemi më të baftë nëna. Ne na i mbajnë nga ajo që marrim pensioni, të gjitha çfarë janë. Jo, nuk kemi administrator, jo, s'merr as leka, as gjë, ai vetëm punon i shkëti. Ka kushte të plotësojnë edhe detyrimet tipe. Unë kam një problem me që ashtu, jo unë, po ma do mëndja 50% e popullatës, ne jemi pa dokumenta akoma. Kaq, jetë kam 20 vjetë jetoja pa dokumenta akoma. Shteti ka faj, mendoj unë, nuk e di se kam unë si individ mëse. Unë gjeta një ashtu, pagova parat, mora pallatin, kam 20 vjetë jetoj pa dokumenta. Këtë duhet shikoj shteti. Nuk ne jemi shqiptarë dhe nuk kemi pronë. Ne jemi shqiptarë, nuk njihemi fare për pronësinë. Të parën ligj që nxori zogu, nxori vetëm pronën, nxori certifikata, nxori gjitha ato të tjera. Edhe thonë këta tapi e zogut, të 2 vjetë ndiqin sa ndiqin pushtet. Këta kanë nga 30 vjetë nuk na japin një tapi. Është gjëna u madhe. Faktoj në qoftë se nuk paguaj ujë, e drita ai ma pret qeveria. Kjo është. Se gjeri sa e zgjoju, do i paguaj. Ku ka kështu, pakesë. Kështu janë shprehur sot qytetarë në Vlorë referuar problematikave së mbajtjes pastër dhe me rregull të ambienteve të përbashkëta në jetën e tyre komunitare.